Deputeti demokrat Genc Polo ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po I del në krah kryeinspektore Sejona Isufaj, e cila sipas demokratit ka bërë karrierë përmes doktoraturës false. Polo akuzoi po ashtu dhe zëvendës ministrin e Arsimit Mazdiku, duke I ironizuar se sapo ky I fundit dëgjoi për skandalin e kryeinspektores, hoqi CV-n e tij nga websajti zyrtar I Ministrisë së Arsimit. Zoti Rama I doli në krah dhe ju bën buroj falsifikatores dhe më shumë priret mendoj se zoti Rama me këtë gjest vendosi digën e mbrojtjes edhe për anëtarët qeverisë që mund dalin me diploma falso. Sa për zëvendësministrin pa CV e hoqi me nxitim CV-n e tij nga websiti I ministrisë. Polo vijon duke u shprehur se sipas të dhënave qeveria mbylli 39% të universiteteve private dhe la 61% prej tyre. Demokrati ngrim pyetjen se përse kryeministri vazhdon të quaj piramida ato universitete që vetë la hapur. Si e shpjegon qeveria që shumicës së studentëve në universitetet private edhe u dha vizën ligjore për të vazhduar normalisht studimet, edhe u quan shkollën dhe diplomën piramidale.